Mos harro të bësh subscribe. Që nga data 3 qershor nis fati i madh. Këtyre shenjave do t'u dalë përpara diçka shumë e madhe. A jeni gati për një nga periudhat më të veçanta të këtij muaji? Sepse duke nisur nga data 3 qershor, energjitë planetare ndryshojnë drejtim dhe sjellin me vete një fat të madh, që do të shfaqet pa pritur për disa shenja të horoskopit. Një ngjarje, një mundësi apo një kthes shumë e fortë po vjen në rrugën e disa prej jush, dhe nuk është rastësi. Ky është një moment ku gjithçka që ke pritur, që ke menduar se ishte larg, do të vijë më shpejt nga sa mendon. Këto janë ditë ndryshimi, ditë ku edhe ajo që nuk pritej mund të ndodhë. Dhe nëse ti je një nga këto shenja që do përmendim më poshtë, atëherë përgatitu, sepse një ndriçim i fortë po vjen në rrugën tënde, qoftë në formën e një lajmi, një telefonate, një njeriu të ri apo një shansi që s'e ke menduar kurrë. Në këtë video do zbulojmë se cilat shenja do të përjetojnë një fat të papritur që vjen përballë tyre si një bekim, si një mundësi për të ndryshuar gjithçka. Mos e humb këtë parashikim, sepse 3 qershori është vetëm fillimi i diçkaje shumë më të madhe. Dashi, prej datës 3 qershor, gjithçka fillon të marrë formë për ty nëse ke ndjerë se ke qenë pezull, në pritje, pa një drejtim të qartë, kjo ndjesi do të zhduket. Fati do të dalë përballë në mënyra shumë konkrete, një lajm nga puna, një mundësi për të udhëtuar, ose një takim që do të ndryshojë mendjen për gjithçka. Ka gjasa të marrësh një ofertë që do të bëjë të mendosh seriozisht për një ndryshim jetësor, ndërim vendi, pozicioni apo mënyrë jetese. Energjia që nis pas 3 qershorit do të japë një shtysë të madhe edhe në dashuri, dikush që të ka vëzhguar prej kohësh mund të shfaqet, dhe do jetë gati të japë më shumë se ç'ke pritur. Demi, për ty, kjo periudhë sjell kthesa financiare. Ka shumë gjasa të marrësh një shumë lekësh që nuk e prisje, qoftë në formën e një rimbursimi, shpërblimi, apo ndihme që vjen në momentin më të nevojshëm. Fati i madh do të dalë përballë në formën e një vendimi të vështirë por të domosdoshëm, që nëse e merr me guxim, do të shpërblej shumë fish. Kujdes detajet ligjore ose dokumentet, një mundësi për të rregulluar diçka që të ka mbajtur peng, po afrohet. Në marrëdhënie, gjithçka që ka qenë pa qartësi do të zbardhet. Për disa dema, nis një kapitull i ri sentimental, ndoshta me dikë që ka qenë gjithmonë aty, por që tani do të tregojë ndjenja të forta. Gaforia. Tani është koha jote për të dalë në dritë. Nga data 3 qershor, pritet një ndryshim shumë i madh emocional dhe personal. Dikush do të kërkojë ndjes, do të afrohet ose do të japë një mundësi për të rikthyer aty ku ndiheshe më i sigurt. Në aspektin profesional, ka një hapje që lidhet me bashkëpunim ose marrëveshje, një derë që është mbyllur më parë, tani do të hapet. Universi po të teston për durimin që ke pasur. Dhe më në fund, fati po të shpërblen me një moment të ardhur ku do ndihesh më i vlerësuar se kurrë. Për shumë gafore, ky muaj do të shënojë fillimin e një etape të re familjare ose shpirtërore që do të zgjasë. Virgjëresha. Ti ke punuar në heshtje, ke duruar, ke bërë plane dhe tani është momenti që universi të thotë bravo. Nga data 3 qershor, një ngjarje shumë pozitive do të ndriçojë rrugën përpara. Mund të jetë një lajm nga jashtë vendit, një kontakt i ri profesional ose një projekt që më në fund nis të ecë. Financat do të marrin një kthes pozitive. Një pagesë apo një mbështetje financiare do të shfaqet pa pritur. Në dashuri, ndjenjat bëhen më të thella. Për disa virgjëresha vjen një propozim serioz apo një sinjal i qartë që marrëdhënia po ecën drejt një niveli të ri. Akrepi. Ty të pret një hap i madh drejt lirisë personale dhe shpirtërore. Nga data 3 qershor, dikush që ka qenë pengesë do të largohet dhe rruga jote do të çlirohet. Është një periudhë kur zbulon forca që nuk i dije se i kishe, dhe fati do të dalë përballë në formën e një ndryshimi të menjëhershëm, një vendim që do të marrësh brenda ditës, por që do të ketë ndikim për muaj me radhë. Puna do të stabilizohet, por do të vinë edhe lajme që lidhen me ndryshime vendodhjeje, pozicioni apo marrëdhëniesh. Në jetën personale, është koha për të vendosur kufi. Dhe sa po ta bësh këtë, një person i ri, i pastër, i sinqert, do të afrohet në mënyrë befasuese. Ujori. Pas një periudhe me tensione, më në fund vjen qetësia që ke kërkuar. Data 3 qershor shënon momentin ku gjithçka fillon të zgjidhet për ty.
Një vendim profesional që ke pasur frikë ta marrësh, tani do të dalë vetë përballë, si një rast që nuk mund ta refuzosh. Në aspektin personal, lidhjet me familjen, miqtë e ngushtë apo partnerin do të përmirësohen ndjeshëm. Do të ndjesh mbështetje dhe mirëkuptim, ndoshta për herë të parë pas shumë kohësh. Universi po të flet qartë, është momenti yt për të shkëlqyer. Mos ki frikë të kërkosh më shumë, sepse fati do të jap shumë më tepër se ç'ke menduar. Ky ishte parashikimi i detajuar për datën 3 qershor dhe ditët që vijnë, një periudhë ku fati do të dalë përballë dhe do të trokas në derën e shumë prej jush. Por kjo është vetëm një pjesë e asaj që yjet kanë për të thënë. Nëse dëshiron të marrësh njoftimet e para, të dish më herët kur ndodhin lëvizjet e mëdha dhe të kesh akses të parashikime të veçanta dhe sinjale personale që nuk publikohen në YouTube, atëherë bashkohu tani me kanalin tim në WhatsApp. Është 100 falas dhe aty ndaj gjithmonë gjërat më të forta, më të menjëhershme dhe më sekrete që lidhen me lëvizjet e yjeve. Linkun e gjem poshtë në përshkrim. Mos e humb, fati i madh shpesh vjen vetëm një herë, por ata që janë gati e kapin menjëherë.